Në Tiranë është mbajtur edicioni 2 i festivalit Bukë dhe Zemër, ku arkitektët më të mirë ndërkombëtar nga Europa, Azia, Amerika e Veriut dhe e Jugut punojnë në Shqipëri, ku paraqesin vizionin e tyre për ndërtesat e së ardhmes duke respektuar ajrin dhe tokën. Sipas kryeministrit Edi Rama, ky edicion është jashtëzakonisht i rëndësishëm, ndërsa kreu i qeverisë i cilësoi arkitektët si foshnjat e preferuara të Zotit, pasi vizioni i tyre ndërtoi hapësirat në të cilat ne jetojmë. Mendoj që ja kam thënë ç'kam pasur e ç'kam për të thënë, dhe ju e dini besimi që kam unë tek arkitektura, tek bindjet që arkitektët janë foshnjat e privilegjuara të Zotit dhe të vetmit mes njerëzimit që ju është dhënë nga Zoti mundësia të luajnë Perëndin, sepse të gjithë të tjerët ka nevojë për arkitektët që të jetojnë jetën e tyre e që të ndërtojnë botën e tyre. Për kreun e qeverisë, ruajtja e natyrës duhet të jetë në fokus të çdo projekti. Ruajtja e natyrës mund të ketë të bëjë dhe duhet të ketë të bëjë edhe me zhvillimin në harmoni me natyrën, jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës. Të mos u themi që nëse doni të jetoni me natyrën, nëse doni të jetoni me peizazhe të ndryshme, duhet të largoheni në mbrëmje, sepse mund t'ju hanë uqrit. Jo, mund edhe të flini aty në mbrëmje, mund të zgjojeni po ashtu edhe në mëngjes dhe të punoni aty, mund edhe të ftoni njerëz. Ky festival jep studiove arkitekturore mundësinë që të prezantojnë projektet e tyre, si dhe ide se si mund të modernizohen ndërtesat apo zonat të cilat janë jo funksionale. Kjo i jep edhe qeverisë mundësinë për të hapur më pas konkurse për sjellje në jetë të këtyre ideve.